Thashë në pjesën e parë të emisionit, si që kemi bërë tradicionalisht që atë muajt Ramazan t'ja dedikojmë dhe të mësojmë sa më shumë për rëndësinë dhe detajet rëndësishme të Ramazanit, njëjtë do të bëjmë edhe me festën e Bajramit. Edhe sot, në këtë pjesë të parë të emisionit, kemi të ftuar një njohës i cili, si që kam thënë gjatë gjithë Ramazanit, kush më mirë se hoxhallarët na tregon në mënyrën e drejtë të festuarit të këtyre festave. Sot për të folur për Bajramin, të ftuar kam Hoxh Bahiri Sejdiu, imam dhe ligjërues në xhamin e madhe në Prishtinë. Mirë se erdhe Hoxh. Mirë se vjen, faleminderit. Shumë kënaqësi për neve me ju pas në studion tonë. Faleminderit edhe për mua gjithashtu. Urime festa e Bajramit, agjerim të pranuar, inshallah, edhe faleminderit shumë që në këtë ditë të rëndësishme ke gjetë kohë marrë të na. Urime edhe juve dhe të gjithë besimtarve, me të vërtetë është një ndjesi e veçantë dita e Bajramit, në veçanti që vjen pas një muaj të begat të Ramazanit, pas një muaj të agjerimit dhe të aktiviteteve të shumta të çdo besimtari që me të vërtetë besimtari me vullnet dhe besim të plot e ndryshon ndoshta edhe programin e vet të 11 muajshit të kaluar vetëm të qaset një rrugtimi të veçantë të agjerimit Ramazanit, të namazit me xhamat, namazit në xhami dhe është një ndjesi e veçantë që Zoti i madhruar e ka caktuar edhe ditën e Bajramit si festë për besimtarët musliman pas një muaji aktivitet të Ramazanit. Po, për gjithë ata të cilët e dim që na një numër me përqindje të lartë jemi të fesë islame në Kosovë, megjithatë jo të gjithë kanë njohuri të sakta për secilin prej festave dhe ditëve që unë i përmenda edhe pak më herët. Është shumë mirë kur marrim përgjigje nga persona që e njohin dhe e praktikojnë. Karakteristika unike e Fitr Bajramit, cila është? Karakteristika kryesore e Fitr Bajramit është e para, si që thatë edhe ju, është festa. Pastaj është një karakteristike veçantë që festat në Islam, edhe festa e Fitr Bajramit, por edhe festa e Kurban Bajramit, fillon me një aktivitet të ibadetit, të adhurimit, të namazit të Bajramit. Prandaj besimtarët të gjithë në ditën e kësaj feste madhështore i drejtohen e faltoreve dhe xhamive ku i kanë në përlagjet e veta dhe në qytetet e veta, në fshatra dhe gjithkund, për ta filluar festën e tyre pastaj në mënyrën pak më ndryshe se sa brenda xhamis. Dihet që pejgamberi alayhis salam e ka veçuar ditën e Bajramit edhe me disa veprime të veçanta dhe disa aktivitete ndryshe nga festat tjera. A ka ndonjë veçanti, veçuri që duhet apo që duhet festohet në mënyrën më të dur fetare festa e Bajramit, sepse traditat edhe në rajon Kosovë dallojnë. Nëse marrim Dugaxhini me Drenicë, me Prishtinë, me Ana Morav, dallojnë. Pa ka diçka që feja na e thotë që s'bën. Dallojnë çështjet sekondare të festimit, ndoshta jo ato bazike, sepse festa siç thash fillon me faljen e namazit, po ka disa rregulla që Muhamedi alayhis salam në jetën e vet i ka praktikue në ditën e Bajramit dhe që janë ndryshe nga Ramazani. Për shembull, në mëngjes, kur është nis për në xhami ose për me shku me fal sabahin, e ka prish me një hurme ose me një ëmbëlsinë që me festu edhe para se të arrijë në xhami me dallu ditën e Bajramit me ato të Ramazanit. Dhe gjithashtu, prej suneteve të pejgamberit alayhis salam është që të thirrën tekbiret, që të shkohet për një rrugë dhe të kthehet në rrugën tjetër, që në ditën e Bajramit çdo besimtar të pastrohet i gjithë trupi, pastaj të parfymoset, të zgjidhen rrobat më të mira. Nëse nuk i ke ble treja, zgjidhje ato që i ke më të bukura, më të mira. Nuk është patjetër që duhet mi ble para Bajramit, po thotë dikush, hoxh, po na duhet kështu, po tash garderoba është një luks në veti, dhe është më e lehtë se sa përpara. Dihet që në periudhat e hershme gjendjet e njerëzve kanë qenë krejtësisht ndryshe dhe ndoshta vetëm për Bajram jemi gëzu kur na ka ble dikush ndonjë këpucë ose ndonjë katesha ose ndonjë komplet të rrobave, e tash ashtu nuk është gjendja. Prandaj besimtarët kanë të drejtë dhe mundësi që t'i zgjedhin rrobat më të mira, po kushtimisht të jenë ato të pastëra. Pastaj festimi në mënyrë
adekuate të logjikshme. Nuk ka nevojë që në ditën e Bajramit të egzagerohet ose të fillohet me diçka të ndalume, ose më thonë si që dëgjojmë disa raste thonë, unë gjatë Ramazanit nuk kam pija alkoholike, e tash në ditën e Bajramit u kry Ramazani. Kjo është një keq interpretim dhe keq sjellje edhe me muajin e Ramazanit. Nëse ti ke agjeru muajin e Ramazanit dhe ai Zot që ty ta ka obliguar Ramazanin, ka obligu edhe mu largu nga alkoholit, ka urgru edhe mu ndalu nga veset e këqia edhe jashtë Ramazanit. Prandaj, do të mundohemi që të festojmë mirë dhe arsyeshëm, logjikshëm, në mënyrat më të mira edhe të vizitave dhe të ziareteve të cilat i kemi obligim. Hoxhëm, la përshtypje pjesa kur e the që duhet shkojnë nga një rrugë dhe të kthehen nga rruga tjetër prej xhamisë. Pse kjo? Po, dhe gjithashtu të shkohet në xhami afër, nëse është afër, të shkohet në kom. Është sunet i pejgamberit alayhis salam, është vepër të cilën e ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka shkuar në njërin rrugë dhe është kthyer në rrugën tjetër, jo për diçka që është e domosdoshme, jo, nuk është obligim patjetër. Ndoshta për shembull e ke xhamin ti në një vend që nuk ke rrugë tjetër. Po për çata po pyetja është e domosdoshme. Jo, nuk është, jo, është sunet, është një vepër që pejgamberi alayhis salam po e rekomanduar. Rekomandohet të shkojnë të gjithë në xhami, rekomandohet të shkojnë edhe gratë dhe fëmijët në xhami ose në faltoret ku dedikohen për komunitetin dhe kryhet falja e namazit Bajramit, pra të solidarizohen me festën të gjithë besimtarët musliman. Tash një pyetje se e di që edhe kjo dallon prej rajoneve, siç e the ti, ka pjesa sekondare. Kur falet Bajrami dhe burrat e shtëpisë, por edhe gratë që kanë qenë në xhami, kthehen në shtëpi. Me familjarët, a bëhet për hajër Bajrami atë moment sa po të kryet falja e namazit Bajramit, apo në drekën e Bajramit? Me njëherë, jo, si të kryet falja e Bajramit, kanë drejt familjarët që ta urojnë njëri tjetrin, sepse myftiu dhe prisi fetar vetëm se e zyrtarizon faljen e namazit Bajramit, kryet duaja, lutja, dhe pastaj të gjithë besimtarët edhe në xhami dhe jashtë xhamive kanë të drejtë të urojnë. Kurse festimi i festës Bajramit, rajonet ndryshme e kanë drekën e Bajramit para drekës, ose si të vinë prej faljes Bajramit mas 1 orë 2, e pregaditin në ora 10 ose 11 drekën. Ka rrethina të Kosovës, për shembull, që e bojnë në ora 1 ose 2, nëse në ora 3. Këto nuk ka kur gjë të keqe, bazë të traditave, nuk është e kufizume. Kryesorja që të përjetohet festa, po mas shumë ti çka është e rëndësishme kjo, që ta përjetojnë festën edhe ata që nuk kanë, edhe të varfrit. Dhe mu për këtë besimtarët e shpërndajnë një pjesë të pasurisë në fund të Ramazanit. Pra për Bajram jipet sadakatul fitri, sadakaja, ndihmat vullnetare, zeqati dhe këto nga të pasurit për mi gëzu edhe të varfrit. Bile në këto ditët e festës të festojnë edhe atat që ndoshta janë privue nga pasuria në këtë botë. Po, kjo dhënia e sadakas të cilën e përmende, zakonisht duhet deri në ditën e fundit Ramazanit. Por në rast të arsyeve... Deri para faljes së Bajramit. Deri para faljes së Bajramit. Në momentin e nëse i pet pas Bajramit, po njëti është bërë para Bajramit, apo nuk pranohet, por nuk konsiderohet si sadakatul fitr, por konsiderohet vetëm si sadak. Aty ku e ke porosit sadakatul fitrin, e ke paguar në institucion apo në bashkësi islame dikun, ajo është e kryme, domethënë se porosia ka shku në vend. Qysh llogaritet hoxh për person? Për shembull na jemi 4 anëtar në familje. Po, për person është 3 euro, 5 euro dhe 10 euro. Në bazë të gjendjes ekonomike. Thojke një hoxh, ashtu qysh e hanë bukën, llogarite edhe sadakatul fitrin, pra ti e llogarit sa është ai vitri yt, sepse janë 2 shujta me qatë shumë. Ti kimi dhonë 2 shujta për person. 3 euro ose 5 euro, nëse arrin atë shumën që mund të ushqehen 2 shujta ushqim për të varfrit, pra ti e ke obligim qatë shumë. 3, mund është edhe 4, edhe 5. Ne i kemi bë ato kuponat e vitrave për mja u lecu qytetarit. Për shembull, ti don mi dhon ka 4 euro. I merr kuponat për qatë shumë
ka 4 euro i jep, ti s'ka problem. A jep 5 euro, 7 euro, 10 euro është për caktimi yti, kurse kuponat janë për ta lehtësuar pagesën e besimtarve. E përmendet që nuk kemi nevojë të egzagjerojmë, të festojmë me kushte pak më modeste, edhe që është shumë rëndësishme të vizitojmë familjarët. Sigurisht. Edhe kjo është një pjesë e rëndësishme. Unë shumë shpesh edhe në Ramazan kom thonë, t'i shfrytëzojmë iftaret, t'i ftojmë njerëzit në për iftare, sepse nuk po shihemi. E vërtet. 11 muaj po kalojnë me rrethin e afërm të kushërive të parë dhe nuk po shihemi. Lere më rrethe tjera. Po me kom po takohemi me ata që nga lidh puna, e përditshme, biznesi, edhe pse nuk i kemi familje, kurse familjarët po janë ashkalojmë me dashje apo pa dashje. Prandaj do t'jemi sa më të kujdesshëm që në këto ditët e Bajramit t'i vizitojmë të tjerët, të afërmit tonë dhe ata që nuk i kemi çdo ditë në programet tona jetësore, sepse është edhe sunnet edhe i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhis salam i ka vizitue të afërmit dhe edhe më larg se të afërmit në ditët e Bajramit. Po. A duhet të vizitojmë të vdekurit, varrezat në ditën e Bajramit? Nuk është e ndaluar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në periudhë në fillim e ka ndaluar vizitën tek varrezat. Për shkak se është friguar që njerëzit do të harrojnë festën dhe do t'i dedikohen vizitës të varrezave, sepse ju kanë vdekë të afërmit, është dhimbje, është prindje tjera, por nuk është mirë që të fokusohemi në ditët e gëzimit në vizitën e varrezave. Unë them që nëse ti nuk e ndjen atë mërzin, ajo dihet që festa dhe ti rikujton festat me të afërmit, me babën, me nanën, pa tjetër, që njerëzit i kujtojnë ndoshta ma shumë ditët e festave, por nuk është mirë me bo program dhe ditën e festës ma shumë hidhrim. Jo, mos ta kalojmë ditën e festës Bajramit ma shumë hidhrim se sa gëzim, po të mundohemi ta gjejmë një mesatare, po pse jo, po shkon edhe te varri, bëje një lutje, këndoje një Fatiha, ose një lutje në gjuhë shqipe, për të vdekurin, ajo është vizita ma e mira që mund është ti dhe lutja ma e mirë që ti ja bën ati të vdekurit që ka kalu në amshim. Prandaj nuk është e ndalume, po jo të bëhet si dukuri që gjithë njerëzit në ditën e Bajramit, vend që më shku me vizitu të gjallët, edhe ata që i ka në afërsit familjes, drejtohen në varreza. Bëhet ma shumë ditë pikllimi se sa ditë gëzimi. Megjithëse ajo dhimbja familjare është gjithmonë aty. Gjithmonë, patjetër. Askush, asnjë festë, asnjë ditë. E kemi obligim edhe jashtë festave. Absolutisht, me i vizitu. Edhe ti mirë mbajmë. Një traditë e çuditshme në disa rajone është ku obligative në fakt është ku fëmijëve u jepet të holla, pare. Si është e feja këto? Po, sigurisht, është mirë që fëmijët në këto ditët e festave t'i gëzojmë. Pse jo edhe me një shumë të pareve, ose me një dhurat, ose me shpërndarje të dhuratave në faltoret e xhamit e ndryshme, të bohen donacione për shpërndarje në ndihmave ose të dhuratave të fëmijëve në veçanti. Sepse na e dim që fëmija që ato ditë i marrë men. Edhe të pareve që ja jap, edhe të asaj dhurate që ja jap ditën e Bajramit. Tash janë lehtësuar ndoshta çështjet, po prapë se prapë është praktike mirë, nuk ka kur vandalese. Përkundrazi, pejgamberi alayhis salam ka thënë dhuroni që duheni ma shumë, jepni dhurata që duheni ma shumë. Dhe kjo vlen jo vetëm për fëmijët në ditën e Bajramit, po në çdo ditë. E ke pas që kur t'ja japsh një dhuratë dikuj, edhe lidhja krijohet më e madhe dhe më e mirë dhe më e dashur në mesin e njerëzve. Po. Në ndërkohë, ndoshta një pyetje shumë e çuditshme, por zakonisht festa e Bajramit është festë shumë e ngrohtë familjare dhe të bashkon me tot. Dikush që e gjen veten në dy shtëpi janë vajzat e martuara. A duhet te familjarët e burrit, atë familjarët e vetë. Të dyja. Qysh me organizu? Patjetër kjo është një problem në veti, po prindët ku i ka vajza nuk harrohen, në veçanti ditën e Bajramit. Obligimet e gruas
dijet janë pak ma të veçanta në ditën e Bajramit, po pse jo që antarë tjerë të familjes do të mjë ndimu, në veçanti grave të reja ose nuseve që i kanë vitet e para, është pak ma vështirë dhe pa tjetër që duhet të i jepet mundësia që të vizitojnë prindrit të afërmit, e në veçanti në ditën e Bajramit që mos ta na shkalohet. Përkundrazi, nëse ti ja shkel atë drejt, e ke shkel një drejt asaj, po edhe një drejt fetare, sepse festa e Bajramit është fest fetare dhe ti pja shkel një drejt të vizitës të prindrëve. Përkundrazi, ti duhet më qenë aj që është ty në bile edhe më shumë festën e prindrëve dhe të afërmve të saj. Po, çka mendon për këtë, ta themi, nuk po thëmë bash asimilim, por drejt asimilimit, ku shumë të rinë, familjarë të ri, po shkojnë ditën e festave, ditët e Bajramit, po marrin rrugë jashtë Kosovës për me festu, me vetë, dhe po e harrojnë traditën e pritjes e mesaferve dhe ndarjes e dashnisë e begatisë me të tjerët. Jo, kjo e kom po që është duke u praktiku, edhe shumë, po në veçanti në ditën e partë Bajramit nuk preferohet që ti të largohesh nga familja. Pa marrë parasysh çfarë lidhje ki me shoqërinë ose me njerëzit që e organizu, mëse le ditën e Bajramit. Prandaj respekto festën tonë. Ani po jemi marrë vesh me shoqërinë ose me kolegët e punës e diçka, jo në ditën e partë Bajramit. Përjeto e festën e Bajramit me antarët e tu të familjes, sepse ata i kje obligim. Ti gëzosh ma shumë, po edhe do më thonë organizimet e tjera edhe vizitat, se ti nështë e ki babën dhe nonën një mosh. Ata nëse ti shkon, largohesh, ose në perëndim, ose dikun tjetër e më festu me shoqnin tone, dhe pe harron babën edhe nonën, me të vërtet është shkelje e rëndë, sepse Zotin Kur'an ka thonë, ai ka caktue që të adhurohet Allahu dhe mos të adhurohet tjetër kush, dhe mirësjellja me prindrit. Pra e kemi obligim që të adhurojmë Zotin e Madhrishëm, po me njerë mas adhurimit të Zotit, e kemi obligim që të mirësillemi me prindrit. Nëse ja u prishim ditën e Bajramit prindërve, është shkelje e madhe. Je larguen nga arsyeja e të qenurit fëmijë i ati prindi, i asaj nane ose babe, që ty të kanë rrit me mund, e ti të thush, jo, unë në çdo festë Bajramit, shkoj jashtë, shkoj në Turqi, shkoj dikun, është e parësyshme. Ose të flasim edhe për një kategori tjetër, ku djem e marrin nanën, babën, kretë familjen edhe shkojnë në Shqipni, ose ku për dion me festu një fest. A është e bereqet për shtëpinë me umshel ditën e Bajramit? Tash kjo ndryshon nga para. Po edhe kjo ndryshon, po edhe kjo praktike shpesh. Familjarë. Njëherë, jo çdo vit, nuk është mirë që praktikohet. Çdo vit tash ditën e Bajramit kemi mundësi materiale, po e mbyllim shtëpinë, se ti po i privon kojshit e tu më ardhë më ta uru festën, ose ti më shku te kojshit. Nuk i ke për obligim vetëm familjen e ngushtë. Pejgamberi a.s. as shumë është porosit për hakun dhe drejtat e kojshis, sa që Muhamedi a.s. ka thonë një rast, as shumë më ka porosit Zoti i madhruar për kojshin tim, sa që kom mendu që ka më porosit mja do dhe hisën kojshis. Qatë shumë që më ka porosit mu sill mirë me kojshit, më qenë i mirësjellshëm, më qenë si antar i familjes gati. Do më thonë, kom mendu që Zoti ka më zbrit një ajet Kuranit që ka më obligu mi dhonë diçka prej pasurisë teme dhe kojshis. Prandaj, i njërimi i kojshis, anashkalimi i tafërmve, i kusherive, i migjallarve, i tezeve, i dhallave, anashkalim se ti tash i ke punë të mirë materialisht dhe çdo Bajram feston një shtet tjetër, nuk është e mirë. Nuk është praktike mirë. Nuk është praktike mirë. Paktën edhe unë është si asimilim edhe i traditave. Po, pse jo? Tu ka dhonë rasti, ose ki mundësi me krejt antarët e familjes një Bajram. Por jo me bo ritual. Në gjithë Bajrama tash une kam mundësi dhe për shkoj jashtë. Jo, nuk është në rregull. A ki ndonjë mesazh për të rinjt që festën e Bajramit e shohin më shumë si tradicional dhe e harrojnë pjesën fetare, shpirtnore të rëndësisë së kësaj feste? Po, thash edhe në fillim, kjo është një fest që Zoti Gjellëshanu e ka caktu si fest hynore.
dhe edhe Fitër Bajrami edhe Kurban Bajrami janë festa të caktume prej Zotit Madhruar. Prandaj çdo anashkalim dhe çdo devijim i festimit Bajramit, ose themi hajtë mëre se ka met vetëm tradit, nuk është problem, pse me festu e tjera, ani është kry Ramazani, kjo është festa, fillon sikur sot, sikur mas një javë është Bajram, tash çdo ditë. Jo, përkundrazi, është mirë që mos të injorohet festa e Bajramit, të përjetohet, ashtu që është përjetu edhe Ramazani, edhe agjërimi, edhe ditët e Ramazanit, edhe shkurja në xhami, por edhe mas Bajramit. Të vazhdojmë me ibadetet tona, me namazin e përditshëm, namazin e xumos, mos të harrojmë xhamin. Sepse ai Zot që na ka obliguar në Ramazan është i njëjti edhe pas Ramazanit, edhe i ditëve të Bajramit. Prandaj porosia ime është që të jemi këmbgulës në traditat tona, të jemi këmbgulës në festat tona. Nuk i kemi vetëm këto festa, festa fetare i kemi dy, po kemi edhe festa historike të tjera që Zoti Xhaleshanu nuk na ndalon mi festu, po në mënyrë të logjikshme. Edhe ditën e pavarësisë, edhe ditën e shtetësisë, edhe ditën e kushtetutës, edhe ditën e çlirimit, edhe ditën e çlirimit qytetit që e ke, ajo është festë jotja, përkundrazi. Është një krenari që ti e ke ndërtuar që ta ka njohur Zoti i Madhrishëm, sepse ai të ka krijuar ty si popull. Dhe Zoti në Kur'an ka thënë, dhe unë ju kam bërë popull dhe fise që të njifenin mes veti. Ai na ka bërë popull dhe fise që të njifenin, por më i miri prej jush është ai që është më i devotshmi. Pra më i miri prej neve është ai që është më i devotshmi në çdo punë, edhe në punën ku punon, edhe tek punëdhënësi, edhe tek fabrika, edhe tek ministria, ku je i angazhuar, ti e ke ibadet punën në aspektin e kuptimit islam. Pra edhe puna jote është pjesë e ibadetit tënë, edhe këshilla jote është pjesë e ibadetit tënë, edhe përditshmëria jote, edhe ushqimi jot në Ramazan dhe jashtë Ramazani është një lloj sadakaje për trupin tënë dhe është ibadet. Prandaj nuk guxojmë të kufizohemi si njerëz. Jemi njerëz të ndryshëm, Zoti na ka krijuar tillë që të komunikojmë me kultura tjera, po edhe që t'i këshillojmë të tjerët dhe t'jemi model i mirësisë dhe veprave të mira. Ky është qëllimi edhe i çdo besimtari. Ndërkohë, një pjesë e njerëzve për arsye të ndryshme, qofshin shëndetësore, qofshin të ndryshme, kanë munguar disa ditë të agjerimit në Ramazan, sidomos gratë për shkak të ciklit menstrual. Kur është koha menjëherë pas Bajramit që mund të fillojnë të zëvendësojnë ditët? Zavendësimi i këtyre ditëve bëhet menjëherë kur kanë mundësi. Sa ditë pas Bajramit? Mund është edhe mas ditës të parë Bajramit. Vetë ditën e parë nuk guxon me agjeru. Po mirë është që të kalohen këto 2-3 ditët festive të Bajramit dhe të vazhdohet me zavendësimin e atyre ditëve që të kanë met. Çfarë dush periudhe deri në Ramazanin tjetër. Ti vetë e vendos që kur ke mundësi ti zavendësosh. Sa më shpejt që mundësh ti kryesh është edhe më mirë. Sepse jo të gjithë e kanë ide. Po ka edhe njerëz që për një shkak të veçantë në Ramazan ka qenë smur. E thash, ju ka dash 2 ditë me prish, ose ka udhëtu. Ose ka udhëtu, në udhëtim ka qenë udhëtimi pak më i vështirë, kur të kesh një udhëtim komod. Nuk ka problem, na udhëtojmë edhe në Ramazan. Në Evropë kur shkon 1 orë, 2 orë, s'ke nevojë me prish, edhe në Turqia ose ku shkon dikun, sepse Zoti ka thënë wa antasumu khairun lakum. Dhe nëse agjeroni është më mirë për juve. Kur ju e shihni që s'po dëmton udhëtimi. Se tash deri në Tiranë më shku, i ka 240 kilometra. Po shkon komod. Ti në Kuks duhet me prish. Sipas rregullit, të rregullave të kilometra. Po nuk e prishim sepse është i lehtë udhëtimi dhe Ramazani jashtë Ramazanit është vështirë mu zavendësu. Edhe aroma e tij, edhe përjetimi, edhe gjitha ato që i përjeton në Ramazan, e ke pa, nëse e kalon Ramazanin të kanë met do ditë pa zavendësu, shumë vështirë e ki me agjeru. Edhe më qunë syfyre ke vështirë edhe më vështirë me agjeru, kështu që të mundohemi që mas këtyne 2-3 ditëve të Bajramit vazhdojmë me zavendësimin
Nëse kemi mundësi ma shpejt, ma mirë është. Jemi t'ju afru drejt fundit, Hoxh, po me gjithë se sot shkojmë dita e Bajramit edhe gjitha ato traditat edhe adetet të cilat i përmende dhe i spjegove ma herët për këtë Bajram kanë kalu, por ta marrim edhe si këshillë edhe për festat e ardhshme, kur vendosim të ndajmë sadakan e Fitër Bajramit, a duhet të kemi prioritet jetimet, a të varfërit, a familjarët, apo të largët? Po, sigurisht që prioriteti kryesor është për të varfrit dhe jetimet. Kategoritë e para të dhënjes së sadakas janë 8 kategori, edhe të zeqatit, edhe të sadakas, po është mirë që të kijet prioritet të varfrit. Pa tjetër që ata janë të thirrur, sepse Zoti i Madhruar e ka obliguar për këtë urtësi. Pastaj njerëzit ka shumë njerëz që nuk gjejnë në afërsinë e vetë të varfër, i drejtohen institucionit, Bashkisë Islame, paguhen vitrat dhe zeqatin në institucionet e Bashkisë Islame. Bashkia Islame i ka në gjitha qytetet edhe fshatrat, xhamit dhe familjet e shërnuara në nevojë që shpërndahen. E dim që ma shumë se 2000 pako para fillimit Ramazanit i kemi shpërnda për njerëzit në nevojë, gjatë Ramazanit, me mira pako, edhe tash në fund Ramazanit dhe për ditët e Bajramit shpërndahet mishi dhe pakot ushqimore për njerëzit skamnor dhe që kanë nevojë. Prandaj, mos të arsyetohet askur që thotë jo vëllau në s'kom kujna mja dhonë, nuk e një kërkon, jo. E ke institucionin, qoj në xhami, qoj në Këshillin e Bashkisë Islame ku jeton dhe amaneti ju të kryhet. Po, a është njëti njëjtë si kur njët afërm që ki, se ta zam në një mahal të ande i ki dvarfën edhe dikon që se njëti është njëjtë, po. Sadakatul Fitr. Ti ki me dhonë vitrat për krejt antartë tu të familjes. Edhe mund është edhe një familjarit tëndë, po që i ka kushtet e randa... Një familjarit tëndë të afërm, që është i varfërm, ke mundësi pa tjetër. Me gjithë se... Bile ke ma obligim ato që... Familjarit. Jo baba dhe nona, vllau dhe motra, se ato i ke obligim zdo herë. Po, në veçanti pak një halk ma larg, e ke për obligim që të ndihmosh ati spari. Ma kujtove, nuk e di sa kush e ka thonë, kur ka vetë një qytetar, o Hoxh, a bën mja thonë sadakan vllaut, se i ka kushtet e rënda dhe Hoxha ka thonë, momentin që ti e ke lanë vllaun me u bë për sadaka, ti veç vllau nuk e pas ke ma. Po, sigurisht. Do me thonë, na duhet me pas edhe kujdes, jo veç Ramazan e Bajram, po gjatë gjithë vitit, familjarët i kemi prioritet. Bashkëpunimi, ndihma me ta, nuk është vetëm në rastet e festave dhe ti kujtojmë atëherë. Përkundrazi, kemi mundësit ndryshme t'ju ndihmojmë njerëzve. E ma i miri njerëzve është ai që ndihmon njerëzit. Pejgamberi a.s. ka thonë, ma i miri i besimtarve është ai që është më i dobishmi për njerëzit. Prandaj, sa më i dobishëm që je, edhe jashtë festave, jashtë Ramazanit, je më i mirë tek njerëzit, por je edhe më i mirë tek Zoti yt. Hoxh, megjithse është numri të rinjve që vinë në xhami, që agjerojnë, i pjesëmarrësve edhe në namaze, po një shqetësim tjetër i shoqënisë tonë është fatkeqësitë e mëdha që po ndodhin kohëve të fundit, degenerimi, vrasje të shumta, dhunë të shumta, çfarë mesazhi kishe nda me këtë qytetarë tonë edhe me njerëz të cilët... Mesazhi im kryesor është që rinia të kenë kujdes ndaj atyne dukurive që edhe ata i dinë, të largohen sa më shumë nga alkooli, nga droga, nga këto prishje se me të vërtet çdo ditë po e rëndojnë rinin tonë, po gjithashtu edhe si institucionet bojnë më shumë. Une shpesh kur të rri me njerëz, më thonë, Hoxh, filën venin, e kemi zbulu venin ku po shitet droga dhe policia nuk po intervenon. Dhe kjo është shumë e keqe, shumë e rëndë. Jo, po e presin deri të kapët kështu edhe deri ashtu, institucionet dhe ata që janë përgjegjës duhet të veprojnë me njerë. Prandaj na gjithmonë si Bashkia Islame insistojmë edhe në hutbet tona, edhe në xhamit tona, edhe në Ramazan, ju flasim shumë, po kërkojmë gjithmonë me ngulm që edukata jonë fetare të futet në shkolla, sepse është në për gjithë Evropën, në krejt botën. Dikush një analist e njëva njerë thot, po dojnë më naj bo fëmijët hoxhallar dhe hoxhonica. Kjo është ignorancë, çfarë thot një njeri që del në televizion.
hoxhë dhe hoxhënic do të më kry shkollë të veçantë për mu bo dhe me marrë diplomën. Na po dojmë fëmijëve tonë mi dhon edukat në shkolla, qysh i jep hoxha shqiptar atje në Austri, në Gjermani, në Angli, tani edhe në Francë, që e kanë fut në ligj së shpejti, që më i thirr hoxhallar dhe priftrit mi u fol fëmijëve, rinis, mu largu, fëmija kur të njën prej hoxhës është ndryshe me një prej një arsimtari. Sepse lidhja jote me Zotin Gjellëshanu, thirrja jote si udhëheqës fetar ndikon ma shumë të fëmijët, na e dim. Dhe kjo neve na bën të dyshimt pse ky hezitim që të futet edukata fetare në shkolla. Pse jo, nga klasa e 5, spaku. Hajde jo nga klasa e parë. Nga klasa e 5 deri në 9-ën, mas shumë ti kanë nevojë fëmija jonë për më eduku dhe për mja dhon një edukat që ai me respektu Zotin e vetë, prindin e vetë dhe mësusin e vetë. Nëse këta 3 nuk respektohen nga fëmija dhe devion, çalon edukimi i tij në këtë periudhë të jetës, definitiv ka gjasa për largim nga arsyeja dhe degenerimi. Prandaj duhet mundohemi sa ma shumë si shoqëni, edhe si qeveri, edhe si institucione korrektuese, policia dhe gjitha ato që janë përgjegjëse për mbarvajtjen e edukimit në përshkolla, duhet mi majtë nër kontroll ma shumë. Duhet kemi ma shumë patrulla, duhet kemi ma shumë kontrolla në përshkolla që të evitohet e keqja, sepse njëherë, 2 herë nëse evitohet e keqja, nuk shkon ai fëmijë, se ai është fëmijë. Nuk është 18 vjeç, nuk është 20 vjeç, më insistun të keqen. Nëse është pik, që themi na xhallarët, është pik me haram. Jo, ai është fëmijë. E ti kur të lesh në atë periudhë që të devion, është humba i fëmijë. Po, ndërkohë Islami e ngrit femnën shumë edhe i jep rol të rëndësishëm në jetën e shoqëni, ndërkohë shoqënia jonë çdo ditë më shumë po rritet numri grave që vriten. Kjo është shumë e mesazh drejtuar burrave. Po jo vetëm burrave, po edhe grave, se çdo rast të cilin po e dëgjojmë po na shkel edhe si shoqëni, po edhe si popull, edhe si njerëz në përgjithësi, se nuk ka qenë në traditën e shqiptarit mu vra gruaja. Ju e dini, edhe në traditën fetare, edhe në traditën islame, edhe në traditën shqiptare nuk ka qenë dukuri më dal një burr me vra një gru, ose një fëmijë, se po shohim edhe raste të fëmijëve, ose i vret fëmijët, pastaj e vret veten, ose e vret gruan, e vret veten. Këto janë definitiv rregullime mendore që po ndodhin tek njerëzit tonë. Prandaj një mesazh për të gjithë babat dhe nonat që janë në mesin e atyne familjeve që nuk kanë boll ose mjaftueshëm informim të burrnis, edhe jo vetëm të burrave, po edhe të burrnis grave, se të largohen nga disa tradita që nuk janë tonat. Të largohen nga abuzimi me vetveten, se jo është tradit, kjo nuk pajtona me filonin, se jo është kjo tradit e jemja, nuk është tradit e jotja, më majtë hidhrim. Përkundrazi, ti që pajtohesh, je shumë ma ngritur tek Zoti Gjellëshanu. Prandaj, ditët e festës Bajramit shfrytëzoj për mu pajtu me njerëzit, mu afru me njerëzit, ti largojmë zonkat dhe mos pajtimet, sepse ato rezultojnë vetëm me fatalitet, qysh po i ndëgjojmë edhe kohëve të fundit për çështje banale, po vritet gruaja, ose po vritet burri, ose po vritet kalimtari, shumë trona. Inshallah Zoti i drejton njerëzit tonë dhe sa ma shumë të jemi më të vetëdijshëm në këto çështje, sepse po na kushtojnë edhe si popull. Shpresojmë. Hoxhë, të falenderoj shumë që ke gjetë kohë në këtë ditë feste me na u bashkangjith bashkë me ekipin ton, të ndajmë këto këshilla kaq të rëndësishme edhe ta festojmë bashkë festën e Bajramit. Faleminderit edhe për juve, Zoti ju shpërbleft dhe uroj që të gjithë besimtarët festojnë kudo janë dhe sa ma shumë të urojmë njëri tjetrin, të jemi ma afërt njëri tjetrit, të lutemi për njerëzit sa ma shumë, të largohen luftrat dhe shkatërimet që po i shohim, të parësyshme, genocidiale dhe shumë trona për çdo popull kudo që jeton. Prandaj lutjet tona të fundit janë që të jemi ma shumë me Zotin dhe ai na don më shumë,
kur jemi me të dhe jemi më të mirë edhe për njerëzit. Shumë faleminderit, hoq. Me ndirë qofsh. Shumë kënaqësi dhe ndirë me ju pas studio. Me ndirë. Të dashur miq, e tha edhe hoxha që të vazhdojmë të lutemi dhe të shkojmë në rrugë të drejtë, por mos të harrojmë edhe të vazhdojmë të falenderojmë për çdo të mirë që kemi, që jemi zgjuar sot, që festojmë sot, që kemi familjarët bashkë me neve, edhe që frymojmë e që kemi shëndet. E të lutemi edhe për ata të tjerët të cilët nuk gëzojnë të njëjtat, por që Zoti shpresoj që t'ua jap së shpejti.